Përsëri një Shein haul. Është një çantë. Shein haul, yes. Wow, e bukur? Tregoja çfarë thua, është ngjyrë pink. A toe pink. Ngjyrë pink, bravo. Shuzje, shikoni sa të bukura. Shikoni pak detajet dhe për qark. Më pëlqen shumë pjesa e majës. Janë shumë të buta. Këto e sigurt që nuk të vrasin. Tash unë nuk i kam provuar, po mendoj që nuk të vrasin për faktin që janë shumë të buta. Zorbo pres t'i vesh në verë. Ylla. Mora këto sepse më pëlqyen jashtë më së shumë kur i pash atje. Kështu janë të bukura me këtë ngjyrën e verdhë të limonit, fantastike. Vetëm se nuk janë të rehatshme. Unë dua patjetër që takat e mia të kenë litar dhe të lidhen këtu te pjesa e kyçit të këmbës, se kështu si shapka nuk i mbakam dot. E kisha provuar më përpara, i vërtetova tani o Logan. Nuk i mbaj dot, por nuk e di se ku do t'ja. Se unë për vete këto nuk do t'i vesh. Një palë sandale, taka të tjera. Këto kanë këtë pjesën këtu, të rripin. Nuk e mbaj mend nëse i provova a ishin të rehatshme në këmbë apo jo, po kështu që është shumë të bukura. Logan ndërkohë po provon ato të bardhat. Por këtë fjongën e kanë prej cope. Këto më pëlqejnë shumë. Janë me tak të vogël, definitivisht do t'i vesh. Dhe më pëlqen shumë kjo pjesa këtu, me lule, me këtë fjongon. Ngjyra shumë e bukur, kjo ngjyra roz e lehtë, fantastike. Këto patjetër që do t'i vesh. Shpresoj të më bëjnë, domethënë. Këto i mora për plazh, një palë shapka me këtë lulen që shikoni këtu në mes, komplet kashte. Për të vajtur në plazh janë fantastike fare. Një palë sandale të thjeshta të zeza, edhe këto i mora për plazh. Kanë këtë pjesën këtu që futet këmbë, kanë edhe këtë pjesën këtu që bahen, domethënë, shumë të lehta, sikur nuk ke asnjë gjë në dorë edhe në këmbë veshur. Këtu janë një palë streçe, vesh këmisha të gjata që t'jesh rehat, ose kur vesh fustane shumë të shkurtër që prap t'jesh super rehat, janë thjeshta fare, të shkurtër, nga mbrapa kanë këtë formën e vitheve. Është një fustan i zi që shpresoj do jetë shumë i bukur. Kurriz për jashta, lidhet këtu në qaf, dhe këtë rripin këtu që lidhet nga pas. Duket pjesa e gjoksit shumë e lezetshme, dhe pjesa poshtë që varet është deri në fund të këmbëve, po është i qarë e komplet këmba për jashtë. Një fustan tjetër i gjatë, edhe ky do lidhet këtu e qafa, ka kurrizin për jashtë, vetë pjesën para, shumë i bukur. Ka këtë do me thënë që do rrinë në kurriz, edhe pjesa tjetër e poshtë me kurrizin. Ka këtë modelin shumë me rrudh nga para dhe nga pas, dhe vjen kjo pjesa e poshtme. Do t'ju lë këtu foto që t'i shikoni nga modelja se sa bukur i rrin. Dhe gjithashtu, kodet i keni nëpër komente.